Intervistë gazetare Enkela Papa me Ramaduro. Enkela Papa, duke nisur nga Adams tek Berlusconi, pse i pezullon Shqipëria zyrtarët me gjyq popullor. A është ndryshe kërcënimi i huaj në Shqipëri? Ramaduro. Jo, është i njëjtë, vetëm se vendet demokratike veprojnë sipas parimit i pafajshëm derisa të dëshmohet fajtor, ndërsa tek ne duket se vlen i pezullueshëm sapo të shfaqet një thashethem. Enkela Papa, si e trajton perëndimi zyrtarët e hetuar? Ramaduro, sikur të ishin në punë të rregullt, vazhdojnë të nënshkruajnë, të udhëheqin dhe madje të buzëqeshin në foto zyrtare, ndërsa prokurorët grumbullojnë dosje. Shembujt nga New Yorku në Selanik tregojnë se hetimi dhe detyra mund të jenë shok të dhjamur, jo armiq të përhershëm. Enkela Papa, po në Shqipëri? Ramaduro, tek ne thjesht zëvendësojmë prezumin e pafajësisë me parimin e pezullimit paraprak. Ndonjëherë edhe hekura vinë si shtesë falas, para se gjykata të ketë thënë fjalën e parë. Enkela Papa, a ndikon ndryshe pozita politike? Ramaduro, sigurisht. Nëse je lider opozite, mund të lëshohesh për të punuar në fushatë. Nëse je zëvendës kryeministre, atëherë punësimi në shtëpi bëhet opsioni i parë. Logjika? Ndoshta e fshehur në një rresht të heshtur të kodit procedural. Enkela Papa, çfarë ndodh me firmën e ministrive kur zyrtari pezullohet? Ramaduro, kjo është pika kur bëhemi krijues të jashtëzakonshëm. Mundësisht firmosim portretet e tyre në zyra, ndërsa vendimet rrotullohen në ajër duke pritur një nënshkrim virtual, ose ndoshta zëvendësohen me një vulë automatike të dedikuar pezullimeve. Enkela Papa, a është kjo mënyrë për të përparuar drejtësinë? Ramaduro, nëse përparim do të thotë të krijojmë precedentin që çdo hetim të shoqërohet me pezullim, atëherë po bëjmë histori. Por historia ndoshta do të na kujtojë se ndërkohë që vëmë në pritje institucionet, vendet e tjera vazhdojnë të funksionojnë edhe me zyrtar të hetuar. Enkela Papa, si përfundojmë nga zyra në qeli? Ramaduro, me një konstatim të thjeshtë. Në vend që të imitojmë modelin perëndimor të punës deri në dënim, ne shpikëm modelin pezullimi deri në ndoshta kurrë. Dhe kjo miq është Shqipëria po në versionin e saj më origjinal, ku çdo hetim mund të përfundojë me një pushim të detyruar, pa nevojë për gjykim. Enkela Papa, pse shqiptarët quhen drilon jashtë qelisë? Ramaduro, në shumë prej demokracive perëndimore, zyrtar të nivelit më të lartë janë përballur me akuza penale apo hetime të hapura, por pa u arrestuar apo pezulluar menjëherë nga detyra. Kjo praktik duket se është pjesë e kulturës juridike që respekton parimin e prezumimit të pafajësisë deri në një vendim të formës së prerë. Këta zyrtar të ekspozuar ndaj akuzave kanë vijuar detyrën deri në momentin kur proceset ligjore kanë dhënë një përgjigje përfundimtare. Ndërkohë në Shqipëri po krijohet një precedent krejt tjetër. Arrestime, masa shtrënguese dhe izolime të funksionarëve të zgjedhur apo ish zyrtarëve para se hetimet të përfundojnë, duke prodhuar një kontrast të fortë mes praktikave ndërkombëtare dhe realitetit vendas.